Çdo mbrëmje e gjem fshatin e Nartës në errësirë, e kjo ndodh në një nga fshatrat turistik të Vlorës. Në disa prej lagjeve të saj mungon plotësisht ndriçimi publik, duke e krijuar vështirësi serioze si për banorët, ashtu edhe për vizitorët që frekuentojnë zonën. Vetë banorët thonë për Blu Televizion se pas perëndimit të diellit, rrugicat bëhen të pakalueshme, ndërsa lëvizja në këmbë kryhet me telefon në dorë për të ndriçuar rrugën. Sipas tyre, mungesa e ndriçimit sjell pasiguri, rrezik dhe pamundësi për të kryer edhe nevojat më të thjeshta gjatë mbrëmjeve. 3 ditë. Jo 3 ditë. 3 ditë nga 3 orë. 3 ditë nga 3 orë, 4 orë. Edhe në parë 4 orë. Edhe ditë. Po kanë bërë punime andeja. Në Vlora, rruga e asaja bonifikim nartë për ndriçim. Edhe detyrimisht prisnin Ndërkohë problemin kryesor e keni ujin, mungesën e ujit. ujin, edhe ndriçimi këtu në fshat. Ka pleq, ka fëmijë, ka plaka, nuk dalin dot. Po filloi të errësohet, ka mbaruar çdo gjë. Prandaj. Është e vështirë për ju. Por neve është e vështirë se një urgjencë, një ashtu, një tutje, një tu, nuk mund të futet tash makinë brenda në për lagje asgjë. Tani jam vendosur. Po ndriçim nuk ka akoma. Akoma. Kur janë vendosur ato? Tani s'ka një muaj. Janë qëna Para zgjedhjeve. shkolla deri te shinat, Pas. ka pak ndriçim për të ndriçuar rrugët e Nartës. Qëna ura, qëna Freto Berberie dhe deri në bonifikim bëhet një punë shumë e mirë që ndriçon rruga. Bun shtylla djemt, llamba të gjitha. Ca rrugit, ata që kanë njerëz kanë mend ndonjë. Ata që s'kan kanë ngelur. Mirë është që ti rregullojnë drejtat në përlagje. Vendosur dhe ndriçimi këtu te rrugën, domethënë janë vendosur shtylla, po ndriçimi jo. Ndriçimi janë, andej nga ura dhe andej. Derisa i kanë vënë do i çojnë të drejtat, s'ka pse mos i çojnë. Sipas banorëve, çështja e ndriçimit publik është premtuar prej vitesh, por deri më sot situata vijon të mbetet e pandryshuar. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme, veçanërisht tani që Narta po zhvillohet çdo vit si një destinacion turistik në rritje.